Pak orë përpara se të mblidhen të premten në Tiranë për samitin e Komunitetit Politik Evropian, liderët e vendeve më të rëndësishme në Evropë certifikojnë rezultatin e 11 majit në Shqipëri, duke rrëzuar edhe kauzën e protestës së thirrur po atë ditë nga Berisha për zgjedhjet që sipas tij nuk mund të njihen. Giorgia Meloni ishte e para nga liderët evropian që uroi Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit. Një nga kryeministret e djathta më të rëndësishme, në mesazhin e saj, Meloni ofroi vijimin e bashkëpunimit të ngushtë dhe të mbështetjes për anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Do të vazhdojmë të punojmë për të forcuar më tej lidhjen midis dy qeverive tona dhe për të arritur objektivat e përbashkëta, duke përfshirë forcimin e stabilitetit në Ballkan dhe avancimin e rrugës evropiane të Shqipërisë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, po ashtu përfaqësuese së djathtës evropiane, vlerëson përpjekjet e bëra deri më tani nga Shqipëria në rrugën drejt Brukselit. Në drejtimin tuaj, Shqipëria ka bërë përparim të madh drejt bashkimit ton. Le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reformat e Bashkimit Evropian. Shqipëria i përket BE-s. E po ashtu dhe presidenti i Këshillit të Evropës, Antonio Costa. Emmanuel Macron, i cili si rrallë herë gjatë një vizite shtetërore do të qëndrojë në Shqipëri 2 net me bashkëshorten e tij, urimin për Ramën zgjodhi ta shkruajë në shqip. Urime Edi Rama, mik i dashur për fitoren tënde në zgjedhjet parlamentare. Franca do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri britanik Keir Starmer, që gjithashtu do të jetë në Tiranë si në vizitë zyrtare bilaterale ashtu edhe për samitin, e quajti fitoren e Ramës historike. Urime për fitoren tuaj historike në zgjedhje, mezi presim të vazhdojmë punën tonë së bashku për të ofruar për njerëzit që punojnë në të dy vendet tona. Një tjetër kryeministër i djathtë, hungarezi Viktor Orban, veçon në urim thellësinë e rezultatit të socialistëve. Urime kryeministrit Edi Rama për fitoren e tij dërmuese në zgjedhjet parlamentare shqiptare. Volodymyr Zelensky komenton po ashtu për masat e fitores së socialistëve dhe përsërit falenderimet për mbështetjen ndaj paqes në Ukrainë. Urime për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për fitoren bindëse në zgjedhje. Ju uroj suksese në shërbim të popullit shqiptar. Mesazhe urimi me kreun e qeverisë shqiptare shkëmbyen edhe kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dhe lider të tjerë.